Olti, bravo, ej, fantastik. Bendi janë fantastik, qa me thonë për ta? Janë perfekt. Mistë mi dashtun, mistë Radio Televizionit Publik Kosovës, edhe ju mistë e Master Service Chef. Mistë e pëtakojme në këtë të djel, oraj që t'jeni mirë me shëndet, oraj ta keni disponimin super nivel, oraj që jeni mas pari, duke nga shiku edhe që shrum me njerës të ma dashën t'jujt. Uroj që ju ka shku kjo javë fantastike, uroj që keni pas punë të mirë, edhe uroj që keni kalu ditën me njerës të mirë, me njerës që juve o dërë shpirti. Ne sot, si zdo dit tjetër, si zdo emision në Master Service Chef, ju sjellim garën ma të madhe në vend. Garën ku shefat apo shefet e kuzhinave tona, duart e arta që na ushqejnë, aty ku ne shkojmë dhe ushqejmë në për restoranet të ndryshme, hotelet të ndryshme, ato duar ne i prezentojmë pikrisht në skenën tonë. Sot për shkeni një skenë krejt ndryshe, prerave tjera, po, e vërtet. Master Service Chef nuk është një emision i cili fillon edhe mbetet aty ku ka filluar. Ne zhvillohemi edhe bëjmë ndryshime të ndryshme. Jemi në një skenë të re, në një skenë ku mu po m'doget perfekt. Po m'doget që puna o bo e jashtëzakonshme. Kamermanët janë mirë, ekipi janë mirë, stafi krejt janë mirë, por veç Visar Demollin se ko mirë. Producentin e emisionit e di që si pëlqen kur e përmendi, veç Visarin se ko mirë se ai 24 orë është në stres që po ndodh me Master Service Chef. Mirë, bendi disponimi? Super, a? Qa kësha pas shef më konë një bukur shtu si ju. Pasha zotin. Po s'ki qka balë. Mirë, unë e po dalë të pjesa bazë e këti emisioni ku edhe zhvillohen garat. Na e dim që kjo emision nuk mundet me u realizu pa 2 njerës, 3 njerës realisht të rëndësishëm, por fatkeqësisht njëra antare juris në mungën që sa kohë sepse është në Amerikë, edhe kemi paralajmëruar që nuk do t'jetë disa emisione, por do të kthehet. Por, fillimisht, për ata që e ndjekin për herë të parë, Master Service Chef, ta ndjekin videon prezantuese se kush janë antarët e juris, edhe pas ta i ftojmë në skenë. Unë jam Naim Bashmili, kryetari i jurisë Master Service Chef. I'm Vlatko Ognenovski, I'm judge of Master Service Chef. Si për herë të parë më mirë. Për herë të parë më mirë. Gjithmonë ka një parë diçka më ndryshe dhe. Do you like this ambient? Yes, very. It's more hot than before. Really? Yes. More hot? More associated to good food. Pepes Vlatko na po të pëlqen ambienti po thot po. Ma ngrot po thot, ma shumë po asocion në Terracotta. Tulla, Yes, Jegula. Tula, old. Make me remember to Buddha book. Here is old Yes. and there is modern. And the music is And the music is. We miss the food. Let's waiting the food. Shef Naim, si kalove? Mirë. Qa thot Elbasani? Mirë. Më ka marrë malë një marrë në Elbasan. Ke kaluar pak mbi 3 muaj që s'ka ardhur. Ke bërë mungesë Realisht nuk kam gjatë. edhe në shok i mirë, se ti po vjen çdo javë, e unë s'po vi që 3 muaj. Pas të Vlatko s'kam qenë, as të ti, as të Vlatko. E lam në që do ta fillojmë vizitën nga unë fillimisht, pastaj do të kalojmë ke Vlatko. Mirë, a pjo mungan Adelina? Shumë. Did you miss Adelina? Vlatko s'po mungon Yes, shumë. I miss. We Vlatko s'po waiting. mungon shumë. I asked 3 times. I miss. When Adelina come back from USA, We will eat sweet. Yeah. Yes, because she is a master of. she's yes. a wonderful master. Yes, yes. Yeah. This is
Very good pastry chef. And the Po bisedojmë për Adelinën, anëtare e jurisë, e cila është në Amerikë, Vllatkos Naimit pimongan shumë, po edhe Vllatkos shumë, por Adelina për me është një shefe jashtëzakonshme, është mendoj, më duket që është e vetmja e cila ka një titull të tillë shefe pastiqere me jo veç që ja ka ofru dikush atë titull, por është titull që është shkollu në Italinë, Francë edhe është sot ku është. Mirë, unë kësha dashur me i falenderu ata që na përkrajnë Yasin Metal nga Prizreni, sponsori jonë general që na i ka sjellë gjitha këto pajisje premium. Premio, falenderit shumë premio, Artatex Group Prishtinë, Hotel Princi Arbel Prishtinë, Prishtina Gas Prishtinë, Organic Fruits, i cili gjendet në rrugën A Gjimgjema, që i sjell gjithë këto perime dhe pemë të freskëta. Agronika Gjilan, shoqata për promovimin e hotelerisë dhe turizmit të Kosovës dhe rilokimi. E thim telefon, vjen t'i ban gjanat këtë komplet shpinë të mërta që në t'i dërkon. Mirë, është koha me i ftu, ose ma mirë me thonë me pa prezentimin se kush do të marrë pjesë sot në gara. Është diçka krejt tjetër. Sot në nderojnë, s'po të regoj kush, a diçka. Përshojmë prezentimin se kush do të merr pjesë në gara sot, edhe me njerë i presim në studio. Unë quhem Sadet Avdyli, jam shef e kuzhinës, kam ardhur në Master Service Chef me shpresën për të fituar. Përshëndetje, jam Floria Abozi, jetoj në Prishtinë, punoj shefe kuzhinës, vi në Master Service Chef, shpresoj të jem fituese. Mirë, zonja Sadet Avdyli, mirë se erdhe, edhe zonja Florie Abazi, mirë se erdhe. Faleminderit. Qysh mi duket? Mirë, super. Pa ne me. Qa bëjmë sot? Se di. Se di një asio? Jo. Se në se di, se di. Bolë këtë që se di. Janë 3 persona që e di. 3. Jo, 2. Nuk ka kuptim jo përmend emnin, që mos ta din edhe shikus, nuk ka kuptim jo përmend emnin Naimit edhe shef Vllatkos, po këta e din. E na se din. Edhe din edhe Gzimi, kamarieri, edhe Gzimi kamarieri, unë e din, i kom shkru mesazh dje thash a mundesh me më tregu se çka ka me pas sot bazë ushqim, më ndroj ke bisedën, jo këcej ke son Brezovit, son Buk, son Elbasan, son Durrës, sëm tregoj bese sëm tregoj. Mirë. Ju po ndiheni mirë? Super. A e tranoni humbjen, për shembull se femrat janë pak më ndryshe se na me shkojt. Ha? Asnjëherë. Sa dita e pranon humbjen? Po, pse jo? Me humb kur. Mjafton që kom marrë pjesë. E çysh ka duk tregom televizor kur e ki pa emisionin? Ç'a ki thon? Shumë mirë dhe me atë dëshirë kom pas qef me marrë pjesë, pse jo? Tu realizuan, ha? Si diet? Kur si diet? Qëre mas edhe unë e kom ri me qenë këtu, këtë bota mujtë me qenë, s'ka për gjë. Pse kjo ardhë për një menë Master Service Chef? Me sfidu vetën. Me sfidu vetën. Po. A është gatimi sfid? Është. është, ha? Menoj se po. Interesant. Cili është ushqimi që mas shumë t'i kërkohet aty ku punoni ju? Për momentin s'ka Ushqimi tradicionale apo ushqime moderne? Moderne. Moderne. Salmon, produktet peshkut krejt. Salmon. Stek. Salmon. Salmoni shkon në zem batlov. Tak, në badov. Jo, stek salmon. Ha? Stek salmon. Mirë shumë, që Naimi më qesë, dhe i thash, në emisionin e kaluam i thash Naimit, Naim s'di tasha e din që të na ka salmon në batlov, badov, në radonec. Ka, po na se dim. Mirë, është koha kur une e ftoj Gzimin, me arë Gzimi, kamarieri jonë i dashtën, është ma t'ja shok me Visarin, me Visar Demollin, po une kam ma shok se Visari. Se muhabetin ashtë ka ma shumë. A muj
A bën muzika, t'ja bëjmë një muzikë mirë gëzimit, është djali mirë, është bukur është. T'ja bëjmë një muzikë, letë na i bjem bazën, ta shohim se çka ka baza. Hajde. Ah, wow, t'ja peshkut, ha? S'han. Mirë, pas kemi peshk. Çfarë peshk është? Koc. A, levrek. Levrek që nga, levrek, a fshe prej atje të dita. Mirë, dhe tëtë është levrek. Aja o shpëndojmë zonjave? Ha. Qysh ka qena e tha pytje për $1 milion, tha si quhet bashkëshorti e peshkut. Kërkur se diti. Edhe s'ka. A nejmë? Ja. Nuk ka. Ok, shkim qa me bo, s'ka. Atja o spjegoj regullat, qyshen regullat e lojës edhe njerë. Ndo shta keni pa në ekran, po pja o spjegoj edhe njerë këtu. Momenti që erdë baza, Juria na tregon kur fillon momenti kur ju mundeni me shkru recetën. A me ndu çka keni me bo? Po. Me këta peshë si me ndu, ha? Mirë. A jeni gati me udhon 3 minuta? Po. A Juria, dhe gati? keni mi start? Gati. Yes, A mundemi? we're ready. Një sjarim që t'ju them që duhet të shkruni çdo përbërës që do merrni. Dhe ato përbërës që nuk janë shkruar, nuk keni drejt i merrni pastaj mbrapa sepse mos kujtoni, por do të mendoni vetëm çfarë ju duhet për kjo recetë, ato duhet i shkruani dhe ta sillni neve. Kur mos lëni mangu pa shkruajt. Edhe kripën edhe gjithçka me shkruajt. Okej. Sepse pastaj unë Emërtimi i recetës dhe përbërësit e recetës. po. A edhe emërtimin? Emërtimi, sepse mbas e emërtimit Po. fileto, peshku apo më çfarë mund ta atoj me diçka që Peshk ose me peshku vaj, po, peshk me çfarë mund ta bëj? Në Po rregull. emërtimi i recetës dhe përbërësit Në e rregull. recetës. A jemi gati për 3 minuta me shkru Deri recetën? nëse A jeni gati? 3, 2, 1, startojmë. 3 minuta i keni. Mirë, atë vite ju ofër këtu pa? Ku e bre Axhina im? Mirë, tregom diçka. Pse nuk je bo futboller, po je bo shef? atëherë mund me ta nisë pak si të dash pak një bisedë e gjatë që ta fillojmë të, por unë për ardhen tipe kam po i matë ka qenë shef kuzhine. Shef kuzhinë. Shef kuzhine dhe Xhaxhan e kam pas shef kuzhine. Dërsa i matë për shkakun s'ka qenë shumë dakord për me bëu kuzhinier. Jo, Unë e kisha pak qejf të futbollit, po s'mlinte. Thoshte o të bësh oficer ose s'ka. oficer. Oficer di. Po, po. Ka qenë një ëndra më e madhe e babit i, por Super, Supona, Ti oficer, po, ama mbra në kuzhinë. Atje jo, më çfarë të them që paktën nga herë dhe A je pendu? Jo kur, por prindit ton ose edhe ne tash që jemi prindër, kur nuk duhet t'ua imponojnë fëmijët të fëmijët të bëhen ato që duam ne. Patjetër. Por fëmijët duhet bëhen ato që ndjejnë që ka Asa ta pasion. duam, po. Për shembull kam pas periudhën time një shumë në kohën që ishte në shkollën e mesme, i matë, për shembull kërkonte gjithmonë që të mos e kisha pasion kuzhinë, mos shkoja në kuzhinë mas atij, por thoshte do të vazhdosh një shkollë tjetër sepse është punë e rëndë. Kurse më duket puna profesioni më i bukur që kam marrë jetë. Kuptoj. Ta pyesim edhe Vlatko diçka. Vlatko, Yes, sir. I will come near you. What do you think about Albanian traditional food? Yes, it's a part of my tradition because we are local. Yeah. The Balkan cuisine Everything is is very... near. Yes, absolutely. E Starting... pyeta Vllatkon çfarë mendon për ushqimet tradicionale shqiptare. Yes, it's connected. This is my cuisine in general because the tradition is here. So starting from the fli, tava elbasan, we have kinji, we have spets with Spec me maz. spets, me gjize, alfura, it's all this food. But I can say that it's because Balkan have biodiversity, and for me it's one of the best cuisine in the world. Po do Vlatko tregoj se gjithçka është këtu, ushqimet tradicionale shqiptare po thotë janë afër meje, është diçka që shijon Vlatko, edhe po thotë që sipas Vlatkos i pëlqen flia, pitja,
Kingji, speca me Nga dhe maz. diçka se kemi 20 sekondë, ne Vlatko kemi një surprizë për juve, që ne do të bëjmë një bashkëpunim. Një herë do të vi Vlatko ke unë me kuzhinë tradicionale shqiptare, duke e modernizuar me. Po, dhe një herë do të shkojmë ke Vlatko, pra do të bëjmë 4 pjata për njerëz ftuar. Po, do jeni ftuar, do bëjmë diçka shumë bukur, kuzhinë tradicionale shqiptare me të Maqedonisë. Kuzhina e Elbasanit me të Maqedonisë. Shumë mirë. 4, 3, 2, 1, pas janë kryo, në për në nërej 4. Mirë, ju lumt. A vjen të lutna me dërgu recetën te Juria? Hajde të lutëm. Qysh kuptohën këta dy unë se kuptoj? A është rregull? Vetëm sa ke vënë levrek, pse me një emërtim se ke vënë të për shembull recetës, vetëm levrek, me çfarë ke mund ta shkruaj për shembull levrek. Çfarë po kuptojmë kemi me perime, me diçka tjetër, Me perime, po mund ta shkruaj levrek me perime. Me çikon pse çka ka. Po vetëm në fjalë të sugjerim sepse unë ma thash vënë emërtimin e recetës. Okej. Po, faleminderit. Faleminderit. Hajde të lutëm Sabate. A mundesh veç me shku ma mbrapa të lutë na mos t'ja uzojmë pamjen kamerave? Faleminderit shumë. Edhe me gatu, kur gjë zguxoni me fillu me gatu, para se marrë koha. Qysh kuptonë, Vlatko me Naimin së në marrë vesh. Faleminderit. Naimi s'din anglisht, Vlatko kupton shqip. Është gjua Dej dikun? e gastronomisë kupton. Po, qysh ku? E kjo është, së di. Dhe sinqerisht jemi marrë vesh të Qep GPT o këta dy. Po kuptoj. Mirë. A më i me ditë ku është Floria, se na humbi. A, Floria, po, tash ku mete. Mirë. Tash është koha që ju keni me pas 60 sekonda për me u furnizu me pem perime çka ju duhet. Mund ta merret atë me Dhe që vete një tregoj menun. kur keni mu furnizu, a o bën? A jemi gati? Gati jemi, ja? Mirë. 3, 2, 1, urdhani. Hajde, vazhdoni. Do të merri shumë, mi fjalës, aq sa do të konsumoni, jo shumë produkte që të merri me 20 shumicë. sekonda, 38 sekonda, 37, ja unë dimaj që... S'ka problem, s'ka, vazhdo, mos u mkot, lutna. Sa dete, mos u menosh shkun sekondat, 15, 14, 13, 12, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. U kry. A jeni furnizu? Sigurt? Zënja Florie? Veç McDonald's kam marrë. S'ke marrë. S'ka lidhje se për dekor ka qenë. A e furnizu komplet? Po. McDonald's s'ka mbri me marrë. E kom marru se në Harroj pizza. sepse nuk e mori recetën me vete. Si që mori zoja këtë që A, më se thash mori me recetën me recetën, vete, se a? mori. E po, era Që ti parë lexonte në që mos harrote gjë, pra ishte Më falë, a ka mundësi më shku vis diçka me këshyri atë të dashtë në mjallon shef. ke Majdanozin porri. Mirë, e kjo është sfida. Me bo diçka, për 60 sekonda më furnizu edhe me gatu diçka të shishme. Nuk është sepse këtë ideja kur nga kam pyet pse janë 60 sekonda më furnizu, Visari e ka spjegu shumë mirë, që nëse në një restoran është një shef edhe shkon në kuzhinë ad hoc, aty për aty,
dhe dikush vjen porosit diçka, s'ka kohë ai me shku me hy veturës me shku 13 kilometra, do të me gatu diçka të mirë, ha? Mirë, a jeni gati për me fillu garën? Po, Me që po dal jashtë rregullave, Po. me që kemi edhe surprizë, janë 2 vajza, 2 zonja, po. 2 zonja konkurrent. Ne do të bëjmë tek tolerin të vogël, sepse dhe emocionet do t'i A, japim do t'ju bëjmë Majdanosin. tolerin? Po, do t'i japim Majdanosin. Hajde mere Magdanosin. E dita që ko me pru punën me morë Magdanos. A përshe? Ma ke borgj Një kafe. jo një kafe. Sa i kanë deti, ma Ma mirë ke për jam borgj një vetë. peshkut kur në herë. Okej, pa problem. Pak lutem. Pa problem, falem. A, Faleminderit. shumë mirë. Që, pa dhe mirë bone. Ajte një Magdanos, kur që është ashtë? Nuk o morë. Ja, këtë do të thotë shumë, por ne, Po, nese dhe. me që ishin 2 zonja dhe për herë të parë që Po, për herë parë marrë dhe emocionet normale, dhe Po. prandaj po bëjmë Sa adete më falë edhe Flori e gati jeni, ja? A të numëroj? A të numëroj? A numërojmë 3 bashkë? hajde. A jeni gati? Po. A ma numëroni me zotë naltë, mos po një bot... Hajde. 5, 4, 3, 2, 2, 1, fillani! 40 minuta i keni për me gatu. Edhe uroj që keni me bo matë mirën, edhe uroj që ka me shku shumë mirë, nuk dyshoj që keni me bo diçka super të mirë. Bendi këshim dizu në i kongë, veç për duhet dhe diçka me pyt Naimin, edhe këshim dizu një kongë bandej Bendi. Naim, kështu, tregom. A më shumë ti si shef e preferon ushqimin e detit, apo më shumë e preferon mishin, brumin, Atëherë, që ti me realisë... o vdes për ushqimin e detit? Atëherë, ti me realisë me fjallë, më e thënë kush është ushqimi deta apo kush është ushqimi. Ne, zona e Elbasanit është rritur me ushqimin tradicional të Elbasanit. Dhe ne jemi rritur me atë ushqimin tradicional dhe akoma me fjallë, në qoftë se shkojmë në shumë restorante, unë do përzidha gjithmonë ke ushqimin tradicional. Jo se nuk e du ushqimin e tjetë, e preferoj shumë. Por, aty ku unë kam qef dhe ku unë insistoj gjithmonë, në çdo zona ku vetë unë marr gatime tradicionale të atyre zonave. Dhe ato shijoj më shumë. Të çdo zone ku vetë shijoj ato, ne kemi diskutuar edhe bashkë para ca kohësh ku në disa agroturizëm ku kemi shkuar këtu në Kosovë kam qetur salmona, kam thënë që nuk mund shkonte i salmon, jo se unë nuk e doja atë salmonin e detit apo ku të ishte, por nuk më pëlqente që unë po shkoja në agroturizëm dhe po merrja një salmon. Në mes të malit salmon. Bravo. Dhe kjo. Ajo jep një këshill kështu restoraneve në vendet rurale, është më shumë në male, mos marrni salmon, peshk. Atë unë nuk do të them diçka, unë po të vish se ti ke qenë në restorante aty në Elbasan, nuk ke asgjë Ajo deti. pula fshatit është e... Nuk ke asgjë deti, jo se unë nuk dija ta gatuaj të detin, jo se unë nuk dija ta mbaj të detin, jo se nuk ka njerëz që të ma konsumojnë atë të detit, por jam përkushtuar asaj kuzhinës tradicionale sepse në atë zonë ku jam aty është zonë fshat dhe aty nuk mund të shkonte një prodhim të detit në atë zonë aty. Po ku me gjet aty peshkun? Bravo, dhe prandaj them që unë jam ke kjo pika, pastaj çdo njeri mund të gjykojnë, kjo është mendimi im personal. Çdo njeri ka mendimet e veta dhe çdo administrator restorantesh që bën atë ka një idenë e vet, ka atë të vetën që mendon se do ta bëj kështu dhe vendos ai si të dorë. Kurse mendimi im si shef kuzhine është ky, që do të përshtatur vendi ku mund të... Patjetër. Mirë, kam fillu me pregadit peshkun. Ne do të shifshim pak filetimin, me që jemi ke pjesën e filetimit. Po, okej, mundeni ju me inspektu. Po, do të shifshim pak pjesën e Uroj që filetimit. gati Bendi edhe Genta këngëtarja me e këndu një këngë të bukur edhe me na këtu pak. What do you think about music? First, we close the question why footballer, why not? Yeah. We finish with Why this chef? and stuff. Why Yes. not footballer? Because every footballer must eat 3 times. Yeah. Every cuisinier not play football 3 times in a day. So the food, art of the foods is very connected for every person. It's our life depends of the food. Vlatko pëllës që gjdo futboler do të më hongër 3 ditë.
Mirë po, çdo kuzhinier nuk do patjetër me luajt futbolli. But it's true. It's true. Everybody is in our hands. Këtë të thotë jetë dur tona. It's a one profession, very heavy, very hard, and all the colleagues, they know because the reality of the chef life, nobody understand. Çunët është shumë punë, është shumë profesion i vrullshëm, edhe kërkush nuk mundet me kuptu realisht punën e një shefi. Yes, very good music tonight. Kenta edhe bendi Master Service Chef, ju lutëm një këngë edhe pastaj vazhdojmë me bisedat. Kur unë nise, në kur vetë më shkujem kujtohet si sot. Yra not, më zeren të lava me lot, mos mos qaj, me lot mos laj. Kur unë nise, në kur vetë më shkujem kujtohet si sot. Yra not, më zeren të lava me lot, mos mos qaj, me lot mos laj. Ka thënë që tjetrën e ke qete pas ke marr, ka thënë që tjetrën zemrën tia pas ke fal, more djall. Mos ke arru që shumë ke dashte që më ke thanë, të kryte nanës për shëbe kur unë ke lënë, uju që l'base. Veshri e prit, tëra mos më fit. Kur unë nise, kur vetë më shkuen kujtohet si sot, fazuletën të lava me lot, mos mos qaj, me lot mos laj. Kur unë nise, kur vetë më shkuen kujtohet si sot, fazuletën të lava me lot, mos mos qaj, me lot mos laj. Ka thënë që tjetrën e ke qete pas ke marr, ka thënë që tjetrën zemrën tia pas ke fal, more djall. Mos t'i arru që shumë ke dashte që më ke thanë, se kryte nanës për shëbe kur unë ke lënë, uju gjithë base. Veshri e prit, tëra mos më fit. Bravo bendi, bravo, e tjerë zakonshëm jeni, ja, pas shamu. Këta po gatujnë, aroma e mirë, e dalë njerë be unë në vendin e kryetarit jurisë. Pa të shë, sit please. Now I'm a chef në imë bashmili. Yes. I tregoj Vlatko se tash jam unë shef në imë bashmili, po du me provu qysh komunikojnë këta dy. I want to try how you communicate with Naim. With Naim? Yeah. Hajde. Test. Ka te. Vlatko, cila pije ty të pëlqen mas shumëti në Kosovë? Shumë mirë. Cila pije të pëlqen mas shumëti me pi? Pje? Me pi. Uj. Kafe? Uj. Kafe, një kafe pa plumë. Solo në Kosovë. Solo në Kosovë. Një gotë klokot. Uj me gaz. Vlatko, tell me something about North Macedonia, about nightlife, about
Yes, it's. Disha po du me ditë për Maqedoninë Veriore, për jetën e natës. I grew up in Italy. From 18 years old, I was. Prej 18 vjet I spent, në Itali ka qenë Vlatko. in Siena, in Siena, Tuscany, and I spent, let's say, Italian type of life. Ka qenë në Toskanë dhe But, po mundu me ndjek hapat e jetës italiane. After I cook in Prague, Paris, New York, Puerto Rico, Barbados, Mexico, Bermuda Island, Havana, Cuba, Paris. Laos, Cambodia, Oh. Thailandia, Kosovo. Tajlandia, Kosovo. Yes, because my heart belongs to Balkan. Do thot, And këtë botën ka qenë, ka gatu, ka punu, por zemra e Vllatkos është në Ballkan. because last time we have restaurant in the United States in Atlanta, Ka pas edhe restoran and this was Atlanta, final decision. I'm back Në Amerikë. in Skopje. Dhe është kthy në Shkup. But I know that you love very much to go in Albanian Sea. Yes, absolutely. From Velipoje to Ksamil, I know everything. Vlatko e njeh më mirë Velipojën dhe Ksamil, I ju like garantoj to- më mirë se unë. Yes, I like to investigate the places. Ka shef në investigues. Probably I was first in Shpela Pelumbave. Po thotë që ndodh që ka qenë i pari Yes, it was në not shpellën e season, Kolumbave. it was not S'ka hotel. qenë sezona, s'ka pas hotel, s'ka pas. One of the first hotels was Murati, was built by two brothers. They built Ka and qenë they... hotel me dy vllazën që ka qenë hotel i thjeshtë. But in any case, I'm absolutely positive that we have the best place in the Earth planet, one of the best, because this Ionian Sea in the berza of fish is the most expensive in the Do world. të thotë, Levre, korkots from Ionian Sea. Shpela e Pelumbave, the Greece, Parga, this part, and from Vlatko other po side, thot- the Sicily. Vlatko po thotë që kemi vendin njërin prej më të mirëve në botë. Po flet për Why? Rivierën shqiptare. Why? Edhe Because për edhe për detin janë, po thotë që deti janë e ka peshkun më të shtrenjtin, më të vlefshmin. the vegetation of this coast and the quality of the Ionian Sea is number one in the world. This is big. When we try the sea bass, the levrek in the Thailand, Nëse provojmë në Tajland, it's a totally levrekun, different fish. edhe And I'm, në Shqipëri I think, është komplet diçka tjetër. peshku më të mirë. Dhe ka kalecat. Then from Dermi, now the infrastructure is much better, and let's say I love to be here. It's I feel And what you think for Ljopa? Lopa and mandarina. It's a big story in Balkan. You know, maybe we historical have a lot of culture in the kitchens, but we not promote like Italy, like. Po, se other- promovojmë si ata, promocion But për also he can say that traditional old recipes we have a lot of culture in the cooking Okay. because this from Lebanon comes to Turkey and from Turkey on the Balkan. So very good ingredients. Very in this moment in the world probably we have the best tomate. Everything is very sipas tasty. Vllatkos në këtë moment, po i bie pak më shkurt, na i kemi gjanat më të mira në botë. Domatja, speci, trongojt, qepa, mishi, In Debar. Në in, Dibër. North Macedonia. aha. Në Maqedoninë Veriore në Dibër, This bacilo, who make with chips, with its old tradition. It's one cheese, best in the world. në Dibër do të është një djath prej dhenve që sipas Vllatkos është djathi më i miri në botë. Lakra Gosivarit. Lakra Gostivarit? Oh, Lakra Gostivarit. Mavrovo, Gostivar. This is the side where a lot of sheep in the shari. The cheese. Qëllësimi kom ringoti. Bravo, Begzim. Bravo, hajde gëzuar. Gazuar. Hajde gëzuar. Gëzuar, gjyse keni jarë? Një got. Një gotë. Nuk e kemi tradit me lënë mysafirin Let's go to në kamë check vetë up. me ndajt ullën, po në ullën ai. Edhe se si mysafir të në shpitol dhe një. Shpitimi tu e Po, para, po. por e dyta pas e unë kalon pozicionin ta dhe drejtojon emisionin. Po, dale aty. Kur si dihet?
Edhe ti djali i ri je. Po, Ku ke ko sa dush? para kemi kohën. Po pra. Zonjat po mblojnë përshtypje se shumë qeta. Ha? Mas ngjyrës shiko se ti është bërë brokoli. E, Magdanozi. Për pak ishim të mbet pa Magdanoz, a se? Por ma në fund, o zgjidh problemi Magdanozit. Ma falem. Ka i do të përdorësh fileto? Ka që fileto do përdorësh? Edhe 3 vezë? 3 vezë, po, për sosin e filetës. Nuk ka që i ndryshim në fjallë sasia, sepse ti ke levrek me sos. Apo? Sepse nuk e ke sos me levrek. Duke qenë ke si sasi 3 vezë, nuk jam më shumë se ç'duhet në logjikë. Ndoshta edhe janë, po Më them që janë. Sa dete ata, tash po të bëjnë në pyetje, ja? Cili është ushqimi që mamet shef e bën kështu e përgatit? Kështu, ale kur t'jenë në punë edhe të thojnë, vjen kamareri, thot, që të ushqim porosia, cili është mamet shef kështu që e përgatit? në qafë, të postat jam shumë. Pastat. Edhe unë i du pastat shumë, interesant. Po gjithë për gjona në shtëpi puna e pastave. Gruaja më mendon se unë gjithë lypi pasta shpesh, edhe lypi shpesh një herë në vjet. Qysh që ato një herë në vjet, edhe po pse për shumë shpesh në lyp. I du, Pastat janë të jashtëzakonshme. Ha? me Qysh fruta, është ushqim i lehtë, as nuk më ndan, nuk duket çashtu. se di më duket si pasione kam aty, Apo, a? po nuk pritaj. A bën eksperimente me pastat a vazhdon një Po, gjithë? ja, Bën bëj edhe, eksperimente. po, Okej. bëj edhe eksperimente. Cili është ushqimi që më shpesh ti e kërkojnë aty ku punon ti? Mas shpesh është me traditat e na, Dullon ushqime tradicionale, po. tradicionale. Cilat janë ato për shembull? Po pitja, flia, janë edhe mishi, bri, terër edhe gjaksit i mos është. Shumë interesant duket kjo puna e kuzhinës, a? Cili është ushqimi që e përgatit ma me pasion, ma me qef kështu? Qëralisht, menzi nuk pret me përgatit. Frutat e detit. Frutat e detit. Do të thotë me pasioni më të madh i bën. Po. Edhe pëlqej. diçka po më intereson. Po. Kur përgatitni në punë, a e provoni çdo ushqim apo e dini parafërsisht qysh është? Shija i provoni gjitha. Herë A i servoni provoj, pa i provuar? Herë e provoj, herë e Po, di. mos i si provoni. Po, Do ma të me dini mja në pas qesh. standardi edhe... Po, Po, të kuptoj. Ma në përgjithësi jemi mësu me ndigju që shefat më të mirë janë meshkujt. A e pranoni jo këtë? A është e vërtet? A është propagandë e meshkujve? Ha? valla. Qëtë më kënë zonë pa keq. Kundra kësaj, Qëtë më që kënë janë zonë pa meshkë, po, keq. sepse Pish këtheu ka kamerët. Po, sepse nuk janë edhe femrat janë shumë shefe shumë të mira, por kuzhina ka një diçka që do një përkushtim shumë orë, më shumë se sa çdo lloj pune tjetër. Kuzhina nuk të një festa, ndërsa femrat gjithmonë janë të kushtozuar sepse është familja, janë Po, është fëmijët, janë Rritja gatuar, fëmijëve, po po. rritja fëmijët dhe kjo e bën një femër që ketë mjaft kohë shkputje nga pjesa e kuzhinës dhe nuk mund të rri aq orë sa mund të rri një shef mashkull se sa një femër. Po për mua edhe femrat janë shumë mirë në kuzhinë, Po, po se kështu është në vetëm botë- pjesa e përkushtimit. Është e fjallët që meshkujt janë Për mua shefat duke më të qenë mirë. sepse unë merrem për tjetër me sindanin e
I shoh shumë vajza që vitet e derisa momenti janë në shkollë apo janë në vitet e para të punës janë shumë mirë në kuzhinë. Moment pasaj që fillon krijojnë familjen e vet, detyrohen vetë u talon si punë sepse është më e lodhshme, është më shumë kohë do, sepse nuk më themi që se çdo punë tjetër mund të ketë një 8 orash. Kurse kuzhina nuk ka 8 orash. S'ka 8 orash kuzhina sepse do një përkushtim më shumë, do kohë më gjatë, sidomos kur janë festat, kur çdo nën do të jetë në shtëpi, ke fëmijët e saj, kurse kuzhina të doa ditën në kuzhinë. Dhe prandaj unë ke kjo jam që them që për mua janë të dy të barabartë, kush e ka pasion janë të dy të barabartë. Atëherë do të thotë, po i vjen që është propagandë e meshkujve. Edhe kjo. Edhe kjo po tjetë. Propagandë e meshkujve. Por jo gjithmonë shohim shefe kuzhine takojmë në për restorane, shumica në meshkuj. Po është pikërisht ajo. S'ka orar, nuk ka festa, nuk ka, po i dhem vend me fëmijët, po shkojnë në shtëpi. Je i bllokuar, po flasim për restorantet që kanë me gjithmonë një punë që kanë njerëz që duan të përkushtim dhe prandaj kjo është ajo e gjitha që ne kemi. Kuptoj. A ndëgjojmë për edhe një këngë, çfarë pjau mërmeni, muzika asnjëherë nuk është ball me ndëgju muzikë. Unë mendoj se s'është ball, edhe fundit edhe i ndihmojmë edhe zonjës Saadete, m'fal, çka mu ka tek me Sabahate që po them. Zonjës Saadete edhe zonjës Florije ju ndihmojmë pak me muzikë, me atmosferë, edhe muzikë, edhe ushqim. Pse s'lypni ju për një me atje ku punoni ju më thonë, a diçka pa muzikë gjallë na nuk punojmë. Tash kur shkoni lypni, unë s'pa muzikë gjallë nuk punoj. U kry. Interesant kishtin. Vallai po. Mirë, hajde po ndëgjojmë bendin Master Service Chef, edhe Genta që ke vesh perfekt. Po dogo shumë bukur. Se ju thash djemve, thash mos më thonë ty s'ka kuptim. Mirë, po ndëgjojmë bendin edhe Gentën e pastaj vazhdojmë me bisedën. Pritur mori djal, sa kam pritur se do t'vish. Unë mjera duke qa në këtë valë të dashuri. Në vetëmi ditët kalojnë, më poj ty dhe fatin ti. Zemra ime të gjithmonë pritur more djal, sa kam pritur se do t'vish. Unë mjera duke qa në këtë valë të dashuri. Në vetëmi ditët kalojnë, më poj ty dhe fatin ti. Gjithmonë, se s'do t'vesh në margin. Do të vish, arën tënde mire ti. Dashuria kur nuk reket, ti do t'vesh përsëri.
Bravo bre, bravo, ej, t'jash zakonshëm jeni. Shef Naim, çka bëjmë sot? Peshka? Po. Levrek. Ku e kemi kapur? E kemi kapur në Batllav. Levrek i Battlavës. Mirë. Bukur fare. Edhe perimet janë të mira, ha? Timo comunis. Salvia officinalis. Yes, Latin. Yes. Salvia Salvia officinalis. officinalis. Timo comunis. Timo komunist. Comunis. Komunist. Në rregull. Veç And këto një ka this kamerë. is Locker. Lakër. Locker. Oh. This? What is this? Domate. Domate. This? Spets. Spets. And what is this? Bira Peroni. Gungullesh. Madonos. McDonald's. And the French people, Si jemi tu shtru me Vllatkon? in France, the rosmarine, they call romaron. Romaho. Romaron. Homaho. Po. And what is this? Puder. Puder. Po. This? Shargarepa, karota. Karota. Po. This? This is qep. Qep. And this? Qepi kuqe. Bravo. What is this? Patata. Bravo. And what is this? Kepurda. Kepurda. Kepurda? In Albanian it's Kepurda. kërpudha. Ah, Kërpudha. I call kepurda. Okay, it's okay. Yes. 5. Yes? Nota Vllatkos 5. Qa ka dhe diçka tjetër me pyet Vllatkon? Të mësojmë shqip sa jemi. Vlatko. And what is this? Limon. Limon, bravo Vlatko. This mandarina, you know. Kastravec. Kastravec. Po. Kyps. Uh, Mos t'ja kthejmë shpinën kamerës. What is this? I don't remember. Start with P. Puri. Puri. Puri, bravo me E in mësuesit. italiano pori. Pori. Poro. Yeah. Poro. Pras. Pras. Po, shqip pras. Pras? Pras. Pras in Macedoni. Pras. 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 Po. And Cvekla. Po. Pa? Panxha. Pançari kuq. Pançaj kuqe. Pe celim një shkollë, da. Një kurs. Shumë mirë. Ne dek këtë moment kishim ty tu, tash si vjen pjata ti mund ta marrësh. Kjo është bota jote ai. Po, jotja kjo. E, Ne po të na vjen pjata ne largosh ti nga A, këto. ta shumë largo. Po kur t'ja pjata në me piuj. Uj, A, e përfundove. uje pagas. Uj pa gas. Ej. Saadetja e ka përfundu. Ve stadimi ku jemi? Po. Shef Naim. Qose ka mbaruar E ka dhe përfundu. përfunduar të A dyja ke mund ta mbaru? ndalojmë kohën. Testen. Mos u ngut, ka ka dole kiku edhe Nëse Koko. është vetë dakord, që është nëse. nëse është dakord që e ka përfunduar. Në rregull. Në rregull. A, çfarë arome mirë ti vjen, a? Nalë ta shone që ka bo Saadetja? Çka është kjo? Fileto levreki, Fileto shoqëruar me salsë bërneze, franceze klasike. Atje të regon, atje. Okej. Atje të regon. Kjo kemi shpërfitje, veç mu në tregu. E kjo këtë çka kanë bet këto? Këto e në hudër, a? Hudra edhe rozmarini, a? Po ka me që e këm pjek levrekin. Që ki prek këto, a? Shumë. Përfunduar, mund ta ndalojmë si po. Me qenë ka të dyja, mund ta ndalojmë kohën. Jo, Alos është gati.
Juria, jo po regjia, edhe sa minuta, sa kohë kemi, se duhet me pas një farë. Në rregull, kur do që jeni gati, veç tregoni. Gati, ja? Gati. Mirë, e kam përfundu, gati. Ndalet sekondazha, fix edhe bravo ju të qoftej. A përshe? Asni mashkull nuk ka përfundu kaq herët, bravo ju të qoftë, sinqerisht. Faleminderit. Qërë edhe në Olimpiad vajzat të në bo krenar, edhe ju në kuzhinë. Na meshkujt, po di, na kena met, na punu në ishan me lopat, me qenë i grop, në s'ka nga met, ku gjenimit. Mirë, zonja Florie, apo vjen me parat lutna me sjell pjatën te antarët e jurisë. Te shef Naim Bashmiri edhe te shef Vlat Koçone e Margotën tema, mos mi u bo këtu problem. Çfarë prezon të shpak lutem? Levrak me perime, sos me hudër, Aroma e pjekës pak të vjen shumë mirë, në fjalë nuk ka kaluar fare si pjekja, dhe ka arritur atë pak si aromë. Jemi okej, ke pjesa e para së prezantimit. Pastaj faleminderit. edhe salsa me çfarë është e bërë? Salca është me hudër, lemon, Po. vaj ullire, krep, edhe biber zi. Edhe magdanos. Mirë, Faleminderit. Pjekën e ka arritur. zonja Floria, po largohesh tash lutna veç ma këto që... Jo, mund të vjen edhe këtu, që tjetë përballë kamerave, që edhe Po, të bane ashtu, diskutojmë sepse bane largohet ashtu. shumë nga ndej, dhe ne po lëvizim porim që të krijojmë pak një kënd këtu. Pjekja është arritur, pjekja, okay, shumë mirë si pjekje. Yes, this is good. Good. Pjekje perfekte. Oftë mirë. Pra më të temperaturën e ulës, sepse peshku këtë ka vetëm që mund ta thash kur po të pjesën që në temperaturë e lartë do t'i lindë disa. Dhe kjo lloj peshku nuk ka nevojë kaq shumë prerje, sepse lëngjët i të tjellin vetë poshtë asaj. Duke qenë se lukura i mban gjitha lëngjët brenda, pra mos kishte shumë prerje, sepse peshku nuk është më tepër se 300 gram. Pra dhe kjo varet mbas gramaturave të peshkut, bëhet dhe prerja. Megjithatë për mua ja ka arritur pjesën e pjekës shumë mirë. Faleminderit, oftë mirë. Mirë shumë. Okay. Mirë, lutëm shka, veç mere pjatën tonë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Hajde të lutna, sa dete? Hajde ta shojmë qa përtojnë ty. Filato levreke, e shoqëruar me perime dhe me sos bornaz francez klasik. Francez apo holandez? Francez. Sosin e kemi bë pa e prej ujin. Me bajamari, po. Po, me avullin e ujit. Teknika e salsës, besoj që edhe vete kuptoj që ka bërë pak, realisht. Po. Që mos të asej, po.
Që ose kur themi për filetot do t'il bë dhe heqje Ops, patëm. shijen saktë e ka marrë shumë mirë, atë sirë më të janë kombinuar mirë. Okej. Shumë faleminderit. Faleminderit e juve. Mirë. E tash juria vazhdoni. Unë po du me bisedu veç e veç me zonjën Florie, pastaj me Saadetin. Ajo mirë së të kamera? Në rregull. Juria që në të kanë dëgju. Tregon t'lutna, a me ndonë që ki gabu dikon? Ose, Që më gabu, a me ndonë që s'ki gabu fare? gabuva në fillimisht në McDonald's. Përveç McDonald's, që ka me mendje? A ke bune gabim? Shumë e zdi. Por kështu ju si profesioniste, nështë ke vrejt vetën dikon që nështë ke bune gabim. Apo ju? Po, si pas juris, peshkun e unë prej pak ma shumë. E ke prej pak ma shumë? Po, Aha, në rregull. që deshtë ma pak. Që ta me mendje kështu, për shembull, qysh jetu i po dy antarë të risë? Kush ta me mendje se ty t'jep ma shumë pike, kush ma pak? Qysh po ishe si karakter të dytë? Karakterin si të njëjtë e kanë. Si t'njejtë? Po, Do të po menon që kanë me ti notat kemi pas të njëjta, parafërsisht. përafërsisht. A i mendon si je më fort ti apo kolegja jote? Sti këto, Nuk e dhe. S'ki përgjigje. Në rregull. s'kam, Në rregull. nuk kam, Do të thotë s'ka përgjigjesh. nuk ka përgjigje. Në rregull. Po shkoj pesh për sa më Tete. Mirë, në rregull. Po shkoj edhe te Saadetja. Saadete, këto janë do bisedat që tash kemi fillu me i bo, disa biseda që unë i quj biseda sekrete. Janë bisede cila i takon vetëm garusit ose garusës edhe mu. Ata merr mendja që ke gabu dikën. Këto këngor, Po nga gjatë përgatitës. Po, çka ata merr mendja që ke gabu? guta pak në sosin. Je nguta? Po, Çka e ngutë përgatitja në... pregaritje. Pse? Pse Po unë më ngutë? nërmanja, që jam gut. Po pse? Se s'pedi si ku. A të detyroj dikush më ngutë? Jo. Ju e kryt para kohë, Po. ushimin, do më thonë, Po, po. koha ka qenë mjaftueshme. Po vetë ai stresi pak. Para kamera, para Kushta me juris. mendja për jurisë, për dy antarëve të jurisë, kushta me mendja që ka me të dhonë pikë ma shumë? S'kam ide. A ke ide? Jo. Nuk kam ide. Këshyri një? S'ke ide. Jo. Ka me mendja që je shefe ma e fort ti, apo kolegja jote? Kolegja. Kolegja me do që është ma e fort, Po ha? ma e fort. Po më pëlqen Edhe kështu që... shpresoj me fitu, se jo. Kush me fitu? Shpreson me fitu kolegja Se jote? jo. Po Kjo më është pëlqen një si sfidë, karakter, bravo. edhe Do më më thonë loj provu fer. se po normal. Ai që është më i miri e fitu. Bravo. E me harë për shembull unë me aty ku punon ti. Marrë me porosit diçka. Po. Me thirr, me thonë, thirr ma shefën, po du me falenderua. Del aty është? Po, Bravo. pa tjetër. Falenderoj shumë. Kur dush je i mirësardhë. Faleminderit. Mirë, tash është koha, po shkojmë në një blok të marketingut, edhe pas marketingut kthehemi edhe vazhdojmë me notimet.
Faleminderit Bendi shumë, po du veç edhe pak me fol me garuset, se diçka më rënë mend, du të ndizhu muzikë më rënë mend kështu. Cila është konga që të pëlqen më shumë ti, ku të gatun? A ka një kongë që e këna kështu, lunja, ha, për një? Ka shumë, po momentin. Cila është një kongë kështu që e pa mundu në mos me këndu të gatun? O lumja toka. Qysh është e kongë? E kom t'i S'kom gju, kujtu. lumja toka. E kena nga si shpëri, se unë jam për vetë shumë hiperaktivat. Së në rejme një vend, dhe kështu që e kam muzikë, kuzhinë, që atë të këcy, të luj, të kish, e që atmosferën, më 2 mëcat, 3 mëcat, se kam problem, Po. e punoj me qëllë. Shumë mirë. Që ta me menja, qëka nëse të kanë donë pikë shumë pak juria? S'ka rëndësi. Ja, pak në ashtë atë, jeni nati. Ja, ja, jo. Ja, pak, qa mi o thonë shpeje, qa mi o thonë Ja, ja. shpise. Ha? Ja, nuk. Jo. Jo. Kur farë problemi si? Jo, jo. Qëre njeri ka banë, pa mësu, pa gabu kur të mësësh, për Po. menimin tem. Edhe pa e sfidu vetin me një san, nuk mund është me ditë sa ku je, sa ke arrit. Shambull unë punoj ko gjama, aty po nësë një thamë vetit shambull kuzhinjere, kur ka dhe kuzhinjera dhe ma shumë sa. Bravo. Plumt. Po më pëlqen se nuk je egoiste. Ja. Bravo. Hate që ka edhe pak që atje dhe... A i keni bo notat, a? Pikët janë vendosë, a? Vesh edhe diçka dhe po vip ju, te ju. Që ta me menja nëse juria... Opa, nëse juria ka thonë pikë, te pak. A të janë notë i pak? Jo. Pse? Se më mordh natë. Kolegja jote, tha që ti e ma fort se ajo, e meriton më shumë e fitu se ajo. Faleminderit shumë ti kolegës. Që shto tha? Faleminderit. Unë të bojt fjolla. Unë edhe unë dëshiroj fitoren e saj, pse jo. Cëla është konga që e kënë mas shpesh të kull gatu? Të gatuj. As s'këna nisë. Shumë pak nëj, po zahunesht kam të 2 tonet më pëlqejnë mas shumë. 2 ton? Po, 2 toni është hip hop. shumë pëlqejnë. Për një me atë? Veç ato ngoj. Bravo. Mirë shumë. E po duhet dhe diçka. Po, Në shpe, atë shtim me eksperimentu shumë në gatua të kursejnë të shpia. eksperimentojmë në vetë. Po. Shumë kam qef. Bravo. Po, pse mos për familje kam qef shumë. Edhe se bëj A pa vi kujtesë. mysafir enkas me ndajt e ti veç me shi ursi. Ka që Edhe është vim. mirë se vinë në pa pare, sa Ka të që restorantë vim. të familje. Ka që vim pa pare. Shumë mirë, po. Shumë mirë, neve na keni ndërru që keni artë të dyja të pjo të regoj. Faleminderit shumë. E ta shkojmë te pjesa kulminante. Aty medaljon e? Po, këtu të këshin dëshirë sa ta prezentoj bashkërisht. Hajde. Hajde. Mirë, Vlatko. shkojmë me pikt. Vlatko. Këtu Vlatko ti na imi. Aha, okej, po, që ku jenë. Mirë, kështu. Te cila kamerë jam? Bendi, a bëm veç pak me më dhëmë veç basë. Bum. Emocion. Bravo, bre. Mirë. Hajde. E këtu sa është? I kemi mbledhur të dyja këto është fikse. Na kanë dalë sot kemi video. Ja, nuk është e mundën. Po, po. Tani Ja, nuk është e mundën. Ati Bendi baje, bam. Veç basi. E, shumë interesant. Qëre qa pas ka ndodhë? Zonja Saadete Avdyli. Në cilën kamerë jam? Të cila kamerë jam? Zonja Saadete Avdyli. Nga shef Naim Bashmili. Ka marrë 78 pikë. Vazhdojmë me muzikë, qashtu. Ndërsa, nga shef Vlatko Ognenovski, ta shkallojmë te zonja Floria Avdyli. Ka marrë, po, në rregull. Ka marrë 78 pikë
nga shef Vlatko Grenovski. Kjo është fantastike, që pas ka ndodhë sot. Ndërsa, Floria Abazi, nga shef Naim Bashmili, ka marrë 80 pikë, ndërsa po më pëlqen ama, ndërsa Saadete Avdyli, nga shef Vlatko Ognenovski, që tu vendoset kush është fituesi. Mu më vjen keq për atë nga ju që nuk ka fituesit, por e rëndësishme është pjesëmarrja. Dhe këto pikë të fundit e përcaktojnë fituesin. Shef Vlatko, për Saadete Avdyli, ka dhënë, kush po mendoni që fiton? Sadetja. Floria po mendon se fiton Saadetja, Saadete? Floria. Dhe shef Vlatko për Saadete Avdyli ka dhënë 78 pikë. Rezultati është i barabartë, 158 me 158 pikë. Është era e parë që ndodh dy garus me qenë të barabartë. Bravo, 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 bravo. No winner. No winner. Do të thotë, sonte s'ka fitues. Sonte të dy garuesit, realisht janë fituese. Ha? Po tash pjesën keni tjetër, qitë po. punë projektit, Master Service Shefit. Tash do të këto mu këthy mandej me marrë pjesë pa gara, të dyja. Me diken tjetër, me siguri. Nuk do konkurrojnë më përballë njëra tjetrës, po do të konkurrojnë me një tjetër që do të bjerë Shumë mirë. shorti. Tash, unë po du mi ju përshëndet. Faleminderit shumë Faleminderit që keni marrë pjesë, na keni ndërru Faleminderit shumë. për juve që na keni ftuar. Edhe shumë interesant që nuk ka fitues, dyja t'jeni baras. Faleminderit. Urime, Shumë faleminderit faleminderit. shumë që keni ardhur, na keni nderu, na keni zbukuru emisionin, sepse çush do të qoftë, na kemi nevojë për gjininë e bukur me pas prezent edhe në për emisionin. Kështu që tash ju ftoj me dalë mi adhon dorën njëra tjetrës, apo dini mi adhon dorën njëra tjetrës? Po gjithë Mi adhon qysh, dorën njëra tjetrës, qysh jo. Urime. Edhe te. ju lumt. Ju lumt, Saltarve. bravo. Apo vini që të tonë, Po, ha deni së të, se tash mona jemi bashka, vedel. ashta si për Uh, që se pak. Jo, heq, a e preve kishtin, ha? Keni marrë mësish. Kemi marësisht. Mirë, shef Naim, shef Vlatko, faleminderit shumë. Faleminderit. Two winners. Do të thotë, kjo ka me hi një histori, dy fitues, një të ngarë. Një ha? dengar, po. Faleminderit shumë edhe njerë që keni ardhur. Faleminderit. Edhe, unë mendoj që perfekt kemi kaluar. Po. A kaluat mirë? Shumë mirë. Për nëme. Po. Për mu jesh hera parë, po mirë kalova. Era parë po mirë. Për ju, Shumë mirë. Shumë mirë. a ki marrë pjesë në herë nga dikun në televizion? Jo. Para Në kamerës televizor ki jo, kështu po. Po kjo do të thotë diçka që më ka parë me gjithmonë shumë, kemi parë që djemë që kanë qenë më shumë të emocionuar gjatë garës, kurse të dyja zonjat kanë qenë shumë qeta, Shumë qeta. përveç gishtit që për Po, gishti. Mirë. Gishti jo puna mësyshit. ke pjesa e emocioneve, asnjëra s'ka pasur emocione nga të dyja garusët, ishte me gjithmonë të qeta në punën e vet. Pavarësisht sepse kur kishin zgjedhur si recetë për mos pas emocione shumë nuk e kishin ngarkuar me shumë përbërës që ti të mos u dite koha, po kishin menduar me pak, me finesë ato diçka që kishin bërë. Zonja kishte përdorur vetëm një salsë që mund ta shoqëronin në salsë. Zonja tjetër kishte perimet, pra nuk e kishin ngarkuar shumë si recetë. Koha, s'pa çka koha këtu e përfunduar para kohë. Po pra, për mos e ngarkuar dhe vetë këtu ishin treguar pak të dyja hile qarë që për mos e ngarkuar vetë me emocione. Po shënajmë që ne shkojmë me mur, me kokë mur.
Po, që këto të menshme. po pra, shumë pak përbërës Shumë ke pak receta përbërës, dhe me para të qetësinë kohë. me të e mbaruan para Po koha. këto me qëtësi se ka ditë që para kohë pas ka me përfundu. Pra, këto të dyja garusët, ato që thoja pak më parë, që kishin zgjedhur receta jo shumë të ngarkuara, jo me shumë salca me 2-3 lloj shijesh të ndryshme këto, por me 3-4 përbërës ishte e saktë ajo që dhe ne pra ne kishim disa, sepse unë kisha mendimet e mia, Vlatko kishte mendimet e veta. Aty ku mendoja unë që ishte një ana më mirë Vlatko, në fund fare dolën ato pikë që unë kisha dhënë një më shumë, Vlatko kishte dhënë një tjetër më shumë, dhe në fund fare ku mbrojnë pikë dhe ne vetë po habisim, prandaj po shikonim që Qëra, di qysh, me pasqen që ti, si na i bashmili, din me lexu anglisht, e kupton anglishtën, edhe Vlatko e kupton me lexu shqip, kisha thonë njën marrë vesh. Pas ti s'din me lexu anglisht, as ti s'din me lexu shqip. Më si qajo ke e bukra. Shumë interesant, bravo. prandaj që kishte disa aty ku unë mendoja që se po të shikoj kisha dhënë 80 pikë me 78. Vlatko ishte të kundërt në kësaj, me fjalë që ishte unë kisha ke pjekje më shumë, kishte një problem zonja ke salca, që unë ja sqarova dhe mënyra. Nëse Vlatko kishte diçka tjetër që ishin kjo Patjetër, pjesa e pikëve që kishin atë. Nuanca të vogla. Mirë, falinderit shumë që keni qenë edhe një herë. Falinderit shikues të Radio Televizionit Publik Kosovës. Falinderit gjithë juve që jeni me neve çdo të diel. Master Service Chef ka me pru edhe shumë gara, shumë risi, shumë bukuri brenda emisionit. Kështu që na e ndigjojmë edhe një këngë prej bendit, edhe me këtë këngë edhe përfundojmë emisionin për ditën e sotme. Ne takohemi të dielën tjetër. Ju dua shumë. Tung tung. Vetëm dy të pata i ke edhe ti. Vetëm dy të pata i ke edhe ti. Vera zez në gojë, pa ty po e pi. Pritja është e kot, jo nuk të heshti. Pritja është e kot, jo nuk të heshti. Sytë e zi, unë pa ty. Vetë ti të sytë e zi, sytë tu të zi. Mos ke pasë dhe zemrën e zes. Në ngjyra ylberi, shohesh ashtu ti. E dashur e teri, s'ka për mua dri. E dashur e teri, s'ka për mua dri. Vera zez në gojë, sigur sytë e tu. Pritja është e kot, jo nuk të heshti. Sytë e zi, unë pa ty. Vetë ti të sytë e zi, sytë tu të zi. E të si me i dan gjyrë të zes. Sytë e zi, unë pa ty. Vetë ti të sytë e zi, sytë tu të zi. Pas ke pasë dhe zemrë